Gjyshi Der po merr Pepën dhe miqtë e saj për një xhiro me varkën e tij. A ka nipur të gjithë? Si dorërosi do të kenë. E po le të nisemi. Mirupafshim. Ja kalofshi mirë. Pepa dhe miqtë e saj kanë veshur je lekët e shpëtimit. George, unë të mbash kapelen time të piratit. Sot, ne të gjithë do të udhëtojmë drejt ishullit të piratëve. Nëse jemi me fat, mund të gjejmë edhe ndonjë thesar të groposur. Ishulli i piratëve duhet të jetë një vend i bukur. Shikoj tokë! Ja ku arritëm. Ishulli i piratëve. Çfarë është kjo? Është një zbulues metalesh, gjen thesaret e groposura. Ja shikoni këtu. Gjyshi Der po përdor zbuluesin e metaleve për të gjetur thesaret të groposura. Aha! Zbuluesi i metaleve ka gjetur diçka. Le të gërmojmë këtu. Hey, gjeta një monedhë. Thesar! Tani le të kërkojmë për të tjera. Gjetëm diçka tjetër. Kjo duket si më e madhe. Nëna ime, sa pesho ka ky thesar? Duhet të jetë shumë i madh. O zot, ai nuk është thesar i groposur. Ajo është një karrocë ndryshkur supermarketi. Mjaft bën gjyeti thesaresh. Kush dëshiron të ndërtoj një kështjell të madhe me rër? Sa ide e mirë, gjyshja dos. Po kontrolloj një herë në vark. Gjyshja dos do të ndihmoj fëmijët që të ndërtojnë një kështjell të madhe rëre. Gjyshi Der po bën gjëra të rëndësishme në vark. Sa mirë është të rish këtu. Ne që fëmijët janë atje, unë tani po marr një sy gjumë. Gjyshja dhe fëmijët po bëjnë një kështjell të madhe rëre. U duhet shumë rër. Ata përdorin kovat për të bërë majat e kështjellës. Sa kështjelle mrekullueshme. Gjyshi Der. Jo, shiko, mos u shqetësoni. Shiko, gjyshe. O jo, gjyshin e ka zënë gjumi dhe varka po largohet. Duhet ta zgjojmë gjyshin. Bërtisni sa më fort që mundeni. Gjyshi Der, zgju! Gjyshi Der, zgju! O jo, gjyshi Der është ende në gjumë. Gjyshi është shumë larg që t'na dëgjoj. Kemi ngecur në ishullin e piratëve. Vërtet kemi ngecur këtu. Do të mbetemi këtu me qindra vite. Dhe kështu na duhet të hajmë fruta të egra, manafera. Dhe gjithashtu do të na duhet që të hajmë insekte dhe kërmi. Prindrit kanë ardhur për të marrë fëmijët e tyre. Ku jam kështu? Përshëndetje. Përshëndetje të gjithëve. Më thoni, si ja kaluat? Po mirë kaluam, por unë kam marruar diçka mbrapa. Kthehem shumë shpejt. Shikoni, po vjen gjyshi Der. Dhe tani shpëtuam. Mirë se vini në bordë marinarët e mi. More gjyshi, ne menduam se ti na harrove. Më falë për këtë, gjyshja dos. Herën tjetër të premtoj se nuk do të flej më gjumë. Mirupafshim ishulli i piratëve. Shihemi së shpejti. Më pëlqeu ishulli i piratëve. A mund të vim përsëri? Po sigurisht që mund të vini, Pepa. Po!